mos të them 100% e banorëve, po 90% e banorëve ma kanë konfirmuar. Po ti thua në raport me Mateo, apo vetë si person? Për mu dhe si njëri është falso. Thjesht do me dalë Është bukur. mendimi Unë e kam jote, thënë mendimin tim. dashur. Kjo vajzë do me dalë bukur në publik. Mu nuk Do me mbrek thënë ato mendimin. fjalët, ku di unë që diem përmend që gjë nuk ka asgjë të keqe të bëhet kjo gjëja, por unë nuk e bëj. Ngjo, as kjo gjëja tjetër nuk ka asgjë të keqe, domethënë që ti përfshish gjithë, dhe ato që e bëjnë dhe ato që të bëjnë. Jo moj vajzë, unë them kjo gjëja s'pëlqen. Bëj sikur them unë, po mos Kjo bëj sikur gjëja bëj nuk unë. pëlqen. Dhe unë e marr rrezikun dhe të kundërshtohem. Ti nuk merr rreziqe që të kesh një mendim ndryshe ose një mendim Forca e kësaj ti do të jesh gjithë përfshirëse shtëpi e është popullit. të marrësh Që rreziqe. do të thënë, kushdo që të shohë ta gjej veten tek mendimet e tua që Unë. kjo gjëja nuk ka gjë të keqe, do të thënë ato që e bëjnë, po unë nuk e bëj dot. Në momentin që ti se bën dot i bie që ka gjë të keqe. Pse ti nuk formulon një mendim që Jo, se për shembull thonë, pse të pëlqen ngjyra e bardhë jo ngjyra e zezë? Them, unë e preferoj më shumë ngjyrën e bardhë, po edhe ngjyrën e zezë e veshin e herë dhe nuk është se nuk e preferoj e do të dashur. jesh gjithë përfshirëse. Jo. Sepse ke frikë të mbash një qëndrim, ke frikë të pozicionohesh, ti do me qenë gjithmonë në mes. Do me thënë, edhe të vinë gjërat rrotull, ti nuk ditë ndahesh. Ndaj një mendim, oj vajzë. Ka gjërat mira, ka gjërat këqija. Ka të bardhë, ka të zezë. Ti do me qenë ngritë. Po jo, pra nuk jetë. Do me qenë e kuqe. Ku është problemi jot? Pim. Problemi im është që unë mendoj që një njeri pa mendime është falso. Nuk du të them bosh, po të them është falso. Thjesht ti ke frikë që t'japësh një mendim që mund të jetë kundra publikut dhe ti ke frikë nga reagimi i publikut. Ke frikë se nuk pëlqehesh, ke frikë se nuk kuptohesh. Është mendimi jot. Ta respektoj prapë se prapë mendimin tonë. Mu nuk më djegë, se unë e di kush jam, edhe e di që gjithmonë e kalzoj vetën në çdo situatë dashur. Jam këtu që 100 ditë, gjithmonë mendimet e mia i kam siç i kam mbajt, gjithmonë mendimet e dashur, a do me fol vetëm ti? A do me fol vetëm ti? Dhe unë mendoj që unë po të them që unë ajo që kam qenë që nga disa një jam edhe në ditën e 100. Tash nëse ti mendon që unë jam fake dhe gjitha gjanat në rregull e di sa unë nuk po munona me ta ndryshu mendimin. Ti atë mendim e ke. Kaq. Unë as nuk ndjek mendimi jot, s'është mendimi jot,